Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Viti 250, perandori Trajan Decius fillon një fushat për të dëbuar të krishterët nga Roma. 1265 mlidhet për herë të parë Parlamenti anglez me përfaqësues të zgjedhur nga populli, një hap i rëndësishëm drejt demokracisë. 1320 Vladislavi i Shkurtri, pasi bashkoi vendin, u kurorëzua mbreti i Polonisë. 1649 fillon gjyqi ndaj mbretit Charles I të Anglisë, një nga rastet e para kur një mbret gjykohet nga populli i vet. 1840 mbreti i Holandës kurorëzohet Williami i II. 1842 Kina sipas traktatit të Nankinit i dorëzoi Hong Kongun mbretërisë së bashkuar. 1887 Senati Amerikan miraton marrjen me qira të bazës detare Pearl Harbor në Hawaii. Ishte sulmi japonez ndaj kësaj baze më 7 dhjetor 1941 që do të detyronte Shtetet e Bashkuara të hynin në luftën e dytë botërore. 1892 për herë të parë në histori një lojë basketbolli zhvillohet në shtetin Massachusetts. 1921 Turqia shpallet shteti pavarur mbi atë që kishte mbetur nga perandoria osmane. 1936 Eduardi VIII kurorëzohet mbreti i Anglisë. 1937 Franklin Delano Roosevelt bëhet presidenti i parë amerikan që përurohet më 20 janar. 1939 Hitleri deklaroi në parlamentin gjerman se do t'i zhdukte të gjithë hebrejtë evropian. 1944 gjatë luftës së dytë botërore, forcat ajrore mbretërore hodhën 2300 ton bomba mbi Berlin. 1945 Roosevelt u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara për të katërtën herë, është presidenti i vetëm që qëndroi në detyrë për më tepër se 2 mandate. 1981 Ronald Reagan bëhet presidenti më i moshuar amerikan. Ai ishte 69 vjeç e 349 ditë kur u përurua president më 20 janar 1981. 1993 ndahet nga jeta në moshën 63 vjeçare pas një sëmundjeje të pashërueshme Audrey Hepburn, aktore ikone e Hollywoodit, Breakfast at Tiffany's, humanitare e UNICEF-it dhe një nga figurat më të dashura të kinemas botërore. 2001 George W. Bush trashëgoi Bill Clintonin në funksionin e kryetarit të 43 të Shteteve të Bashkuara. 2009 Barack Obama bëhet presidenti i 44 të Shteteve të Bashkuara. 2012 trupat ushtarake franceze deklarojnë se do të tërhiqen nga Afganistani pas një sulmi ku gjetën vdekjen 4 ushtarë francezë të koalicionit, autori i vrasjeve një koleg afgan. 20 janar 2025, dita e inaugurimit të Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara për herë të dytë, jo radhazi, duke nisur një mandat të ri. Ceremonia u përmbyll me debate dhe masa të forta sigurie për shkak të situatës së tensionuar politike në vend.